Pas përplasjes së fortë me Alben, atmosfera në shtëpi u mbush me tension. Fjalët kishin qenë të ashpra, tonet ishin ngritur dhe Benita duke e lodhur emocionalisht, sikur gjithë nervat I ishin mbledhur në atë moment. Pa pritur, ajo u ngrit në këmbë, me sytë që I shkëlqenin nga emocioni dhe me zërin që I dridhej nga nervozizmi dhe vendosmëria njëkohësisht, duke bërtitur, ajo tha me forcë, unë kam Arushin tim që e mbaj gjithmonë me vete. Ishte një fjali që erdhi si shpërthim, si një mënyrë për të treguar se, pavarësisht gjithçkaje, ajo kishte diçka që I jepte siguri dhe qetësi. Më pas shtoj me njëherë, dhe një Arush e kam gjetur këtu, Tonin. Është shumë I bukur. Në atë çast, shumë kush e kuptoi se fjalët e Benitës nuk kishin të bënin vetëm me lodra apo me një moment të rastësishëm. Arushi që mbante me vete ishte simbol I ndjeshmërisë së saj, I nevojës për mbrojtje dhe për ngrohtësi emocionale. Ndërsa Arushi që kishte gjetur në shtëpi, Tonin, për të përfaqësonte diçka më shumë, një mbështetje, një prani që e bënte të ndihej mirë dhe e qetë mes gjithë kaosit dhe përplasjeve, zëri I saj kumbonte në dhomë, dhe të gjithë u ndalën për një moment. Disa e shikonin me habi, të tjerë me keqardhje, sepse pas atij shpërthimi dallohej qartë një Benita e ndjeshme, e prekur dhe e lodhur nga konfliktet. Ajo nuk po fliste thjesht nga inati, por nga zemra, duke treguar se edhe në mes të debateve, kishte ende vend për ndjenja të pastra dhe për gjëra që I jepnin qetësi. Tonin, I përmendur prej saj, u kthye menjëherë në qendër të vëmendjes. Fakti që ajo e quajti shumë të bukur tregonte vlerësimin dhe afërsinë që ndjente, sikur ai të ishte një strehë emocionale për të në atë moment të vështirë. Ky detaj e zbuti situatën dhe I dha një tjetër kuptim gjithë skenës, duke treguar se pas zërit të lartë dhe debatit, fshihej një vajzë që kërkonte thjesht të ndihej e kuptuar dhe e mbrojtur. Në fund, ai shpërthimi I Benitës mbeti si një nga ato momente që tregojnë më shumë se sa një debati.